Pacientja e panjohur ka qenë në spital për 5 vite tashmë, por ende nuk kishte asnjë përmirësim në gjendjen e saj. Gjatë gjithë kësaj kohe, e reja ishte në një gjendje kome traumatike. Stafi mjekësor që kujdesi për të ishte më së shumti interesuar të zbulonte emrin dhe mbiemrin. Mes tyre, stafi filloi ta quante Nancy. Punojësit e shëndetësisë nuk ishin të sigurt pse pikërisht ky emër u erdhi në mendje. Koha kalonte dhe askush nuk e vizitonte ose pyeste për pacienten e pandërgjeshme. Kur u pranua në spital, Nancy nuk kishte asnjë dokument identifikimi. E reja u gjet në kufirin mes 2 shteteve, Iowa dhe Nebraska. Si rezultat, kishte shumë çështje juridiksioni në lidhje me rastin e saj. Nancy u gjet pranë shinave të trenit, gjë që sugjeronte se ajo kishte qenë pasagjere në një nga trenat që kalonin. Fatkeqësisht, pavarësisht të gjitha përpjekjeve, ishte pamundur të zbulohej identiteti i saj. Vetëm një person që kujdese për pacienten ishte vërtet i shqetësuar për fatin e saj. Natalie Mitchell kishte punuar si infermiere për rreth 5 vite. Rasti e solli që dita e saj e parë e punës të ishte dita kur Nancy u pranua në spital. Në ditën e saj të parë, një ere u soll në njësinë e kujdesit intensiv. Ajo kishte një dëmtim të rënd në kokë, i cili ndoshta ishte arsyeja e komës. Natalie hynte në dhomën e Nancyt çdo ditë. Pa e kuptuar, ajo u lidh emocionalisht me pacienten dhe madje filloi ta konsideronte si një lloj mike. Sa herë që infermiera kishte një moment të lirë, ajo vinte të vizitonte pacienten e saj të preferuar dhe i fliste, edhe pse Nancy nuk mund të përgjigjej. Natalie lexonte libra dhe gazeta Nancyt, përmbledhjet lajmeve të fundit dhe madje recitonte poezi. Sigurisht, kolegët e Natalie se shihnin sjelljen e saj me skepticizëm. Ata nuk besonin se teknika e saj do të sillte ndonjë rezultat, por Natalie vazhdonte të besonte, pavarësisht gjithçkaje. Ajo ishte bindur se një ditë Nancy do të dilte nga gjendja e saj. Megjithatë, vitet kalonin dhe nuk kishte asnjë përmirësim dhe mirëqenia e Nancyt ishte njësoj. Por më tepër drejtuesit e spitalit përballeshin me një problem. Departamenti që mbante Nancy në jetë kishte nevojë për financim shtesë. Në një moment, mjeku kryesor u gjen përballë një dileme: të shkëpuste Nancy nga pajisjet e mbështetjes jetësore apo të zgjaste jetën për pak kohë më shumë. Kur Natalie mësoi për këtë, ajo ishte para që u ofrua të ndihmonte të ren fatkeqe. Për të arritur këtë, ajo ishte gatshme të transferonte pagën e saj në llogarinë e spitalit. Sinqerisht, shumë nga punojësit e spitalit mendonin se Natalie po të shmendej. Pse të intereson kaq shumë për këtë grua? Është shumë e mundur që ajo të mos zgjohet kurrë, i thanë infermierët më të vjetra, duke tundur kokën me mosbesim. Por Natalie ndjente me gjithë shpirt se nuk mund ta linte Nancy në baltë. Sigurisht, ajo ishte plotësisht e vetëdijshme për faktin se nuk e njinte në të vërtetë të ren, dhe se emri i saj mund të mos ishte fare Nancy, por kjo nuk e zbente as pak lidhjen emocionale që kishte krijuar me të. Siç pritej, problemet e Natalies nuk përfunduan këtu. Paga e saj relativisht e vogël nuk ishte mjaftueshme për të siguruar Nancy gjithçka që nevojitej. Organizatat vullnetare arritën të kontribuonin për kujdesin e Nancyt, por në përgjithësi problemi mbeti vetëm pjesërisht i zgjidhur. Duke u përpjekur të gjente një rrugdalje nga kjo situatë e vështirë, Natalie vendosi të drejtohej te media dhe rrjetet sociale. Pasi bëri një fotografi Nancyt, Natalie e postoi në platforma të ndryshme. Në fillim askush nuk e mori seriozisht përpjekjen e Natalies, por kur një javë më vonë një grua rreth të 30-tave erdhi në spital dhe tha se donte të shinte Nancyn, kolegët e Natalies u detyruan ta pranonin se ajo kishte pasur të drejtë. Siç rezultoi, pacientja që ndodhej në koma nuk ishte Nancy. Emri i saj vërtet ishte Catherine Summers. Në kohën kur pësoi aksidentin, ajo ishte 25 vjeç. Vizitorja e quaj Rebecca Parker dhe deklaroi me siguri të plotë se e njinte pacienten. A je motra e saj? E pyeti Natalie me kujdes. Jo, do të ishte më saktë të them se jam një e njohura e saj, u përgjigj Rebecca duke u skuqur. Në atë moment Natalie kuptoi se vizitorja po fshente diçka. Ishte qartë nga mënyra se si dridheshin duart dhe se si shikimi i saj lëvizte pamundur të fokusojë në një pikë. E ulur përpara Catherinës, Rebecca mbuloi fytyrën me duar dhe nisi të qante gadal. Në atë mënyrë, Natalie ndjeu një ndjenjë sikleti, pasi ishte bërë pa dashje dëshmitare një skene kaq personale.
Sikur të ishte në dorën e saj, ajo do të bënte gjithçka që Catherine, e njohur më parë si Nancy, të zgjojë më në fund. Megjithatë, në atë çast, më e rëndësishme për Natalin ishte të dëgjonte historinë e Katerinës. Si përfundoi ajo pranë shinave të trenit, ku ishin të afërmit e saj? Kur e pyeti Rebekan, infermierja e re nuk priste të merrte një përgjigje të sinqertë. Por kur vizitorja pshërëtiu dhe filloi të tregonte historinë, Natalie ndryshoi mendim për të. Rezultoi se Catherine Summers ishte një jetime. Nëna e saj kishte vdekur 10 vite më parë dhe ajo nuk e kishte njohur kurrë të atin. Në një moment kyç të jetës së saj, Catherine u takua me një burr të quajtur Spencer Donau, i cili e marrgjepsi me sjelljen dhe dhuratat e tij të shtrenjta. Sigurisht, Catherine nuk kishte asnjë ide se Spencer ishte një mashtrues i aftë dhe se kishte një talent të jashtëzakonshëm për të manipuluar gratë. Një vit pas fillimit të lidhjes së tyre, Catherine e kuptoi më në fund se kush ishte në të vërtetë Spencer. Ai nuk ishte vetëm një burr i pasur dhe i pashëm, por edhe një kriminal i rrezikshëm që mashtronte gratë të tjera të pafajshme për të përfituar nga pasuria ose burimet e tyre. Në momentin që Catherine e kuptoi këtë të vërtetë, u përpoq të largohej prej tij. Megjithatë, Spencer nuk ishte ndërmend ta linte të shkonte aq lehtë. Ai filloi të kërcënonte Catherinën duke i thënë se nëse përpiqej të largohej, do t'i ndodhte diçka shumë e keqe. E terrorizuar, Catherine kërkoi ndihmën e një miku të saj të vjetër, i cili e ndihmoi të fshihej në një qytet tjetër për disa javë, por Spencer nuk hoqi dorë nga kërkimi. Një ditë Catherine u gjen sërish përballë tij. Ai e kishte gjetur dhe i kishte kapur me forcë pranë stacionit të trenit. A mendove se mund të fshihesh nga unë? I kishte thënë ai me një buzëqeshje të ftohtë. Më pas, ajo nuk mbante mend më asgjë. Gjithçka që dinte ishte se pas një përballje, ishte zgjuar në një shtrat spitali pa e ditur as kush ishte dhe as çfarë i kishte ndodhur. Pasi dëgjoi këtë histori, Natalie ndjeu një përzierje emocionesh. Zemërim për atë që i kishte ndodhur Katerinës dhe keqardhje për vuajtjet e saj. Ajo e kuptoi se Catherine nuk kishte patur asnjë njeri që të kujdesi për të, përveç vetes së saj. Dhe tani pas 5 vitesh, ajo më në fund kishte një shans për drejtësi. Rebeka u zotua të gjente prova kundër Spencerit dhe ta çonte atë përpara drejtësisë. Ndërkohë Natalie vazhdoi të kujdesej për Catherine, duke u lutur që ajo të zgjohej një ditë. Një mëngjes kur Natalie hyri në dhomën e saj për ta vizituar, vuri re diçka të çuditshme. Sytë e Caterinës ishin pak të hapur. Në fillim infermierja mendoi se po i duker, por pastaj dëgjoi një zë të dobët që e bëri të ngrihej në vend. "Ku jam?" tha Catherine me një zë të ngjirur. Zemra e Natalies rau me shpejtësi. Pas 5 vitesh në koma, Catherine më në fund ishte zgjuar. Natalie ndjeu një gëzim të papërshkrueshëm. Pas gjithë këtyre viteve, pas gjithë përpjekjeve dhe lutjeve, Catherine më në fund ishte zgjuar. "Infermier, mjek", bërtiti ajo duke vrapuar jashtë dhomës për të lajmëruar stafin mjekësor. Mjekët u mblodhën shpejt rreth Caterinës duke ekzaminuar me kujdes dhe duke i bërë pyetje të thjeshta për të testuar kujtesën dhe aftësitë e saj njohëse. Catherine duke i lodhur dhe hutuar, por ajo po përpiqej të kuptonte çfarë kishte ndodhur me të. "Ku jam? Çfarë po ndodh?" pyeti ajo me një zë të dobët. Natalie mori dorën me butësi dhe i buzëqeshi. "Je në spital, ke qenë në koma për 5 vjet, por tani më në fund je zgjuar." Sytë e Caterinës u mbushën me lot. 5 vjet? Përshpëriti ajo e tronditur. Ajo përpiqej të kujtonte, por gjithçka ishte turbull në mendjen e saj. Kujtime të paqarta i vinin në mendje. Një tren, një burr me një buzëqeshje të ftohtë, një shtytje papritur, një ndjesi e peshës trupore që binte, pastaj errësirë. Rebeka, e cila kishte ardhur sapo mori lajmin, qëndronte në prag të derës duke vështruar Caterinën me sy të mbushur me lot. Kur Catherine e pa, u përpoq të kujtonte kush ishte ajo grua. "Ti, të kam parë më parë apo jo?" Rebeka përtypi me vështirësi përshtymen dhe u afrua. "Po, Catherine, unë jam Rebeka. Unë kam ardhur të të ndihmoj." Catherine shikoi hutuar. "Çfarë ka ndodhur me mua?" Fjalët e saj i bën të gjithë të ndalonin për një moment. Natalie ndjeu një therrje frike. Po sigur Catherine të mos arrinte kurrë të rikuperohej plotësisht. Mjekët e shqetësuan duke i thënë se amnezia pas një kome të gjatë ishte normale dhe se kujtimet do të riktheshin me kohën, por pyetja që rëndonte mbi të gjithë ishte: çfarë do të ndodhte tani? Rebeka mori frym thellë dhe ul pranë Caterinës.
Ka shumë për të treguar dhe e di që mund të jetë e vështirë për të pranuar, por unë do të jem këtu për ty. Dhe kështu për herë të parë pas 5 vitesh, Catherine Summers filloi të dëgjonte historinë e jetës së saj, të kaluarën, mashtrimin, tradhtin dhe rrezikun që i kishte sjellë në atë spital. Por më e rëndësishmja, ajo mësoi diçka që do ta ndryshonte përgjithmonë jetën e saj. Burrin që ajo dikur kishte dashuruar, burri që ajo besonte se ishte shpirti i saj binjak, ai nuk kishte qenë kurrë ai që ajo kishte menduar. Ai ishte përpjekur ta vriste. Tani pyetja e vërtetë ishte, çfarë do të bënte Catherine me këtë të vërtetë? Katerina dëgjoi historinë në heshtje me një ndjenjë të çuditshme boshllëku në krahëror. Ishte e vështirë të besojë se i gjithë kjo tragjedi kishte ndodhur asaj. Një jetë që dikur kishte qenë plot ëndra dhe shpresa ishte kthyer në një makt nga i cili sapo po zgjohej. Rebecca dhe Natalie qëndronin pranë duke pritur reagimin e saj, por Catherine mbeti e heshtur për një kohë të gjatë. Pastaj më në fund, ajo foli me një zë të dobët për të vendosur. Spencer, është në burg? Rebecca e pohoi me kokë. Po, pas gjithë dëshmive dhe provave, a ju arrestua dhe u dënua për tentativë vrasje dhe mashtrim. Nuk do të mund të dëmtoj më. Katerina uli kokën. Nuk mund ta besoj. Isha gati të martohesha me të. Mendoja se e njihja, mendoja se më donte. Natalie e kapi për dore me butësi. Ti nuk je fajtore për atë që ndodhi. Ai ishte një manipulues si pas skrupull. Nuk ishe ti që gabove, ishte ai që të tradhtoi dhe u përpoq të shkatëronte. Katerin përshllolli duart rreth vetes, duke ndier një të ftohtë të brendshëm që nuk ishte të bënte me temperaturën e dhomës. Dhe tani, çfarë do të ndodh me mua? Pyeti ajo duke i parë të dyja me pasiguri. Rebecca mori frymë thellë. Ti ke një jetë përpara, Katerin. Nuk do të jetë lehtë të rikuperohesh gjithçka që ke humbur, por nuk je vetëm. Unë jam këtu, Natalie është këtu. Do të ndihmojmë që të rifillosh nga e para. Lotët nisën të rritnin në faqet e Katerinës. Për vitet e tëra, ajo kishte qenë e bllokuar në një errësirë të thellë, e humbur midis ëndrave dhe harresës. Tani, më në fund, kishte një shans për të ecur përpara. Ditët që pasuan ishin të mbushura me sfida. Katerin kishte nevojë për terapi fizike për të rimarrë forcën në trupin e saj, dhe kujtesa e saj ende kishte boshllëqe të mëdha. Por çdo ditë, me ndihmën e Rebekës dhe Natalies, ajo bëri hapa të vegjël për të ndërtuar një jetë të re. Një muaj më vonë, Katerin më në fund la spitalin. Ishte një moment emocionues dhe i frikshëm njëkohësisht. Nuk ishte më dhoma të bardha, as monitor mjekësor, as zhurma makinash që i kishin mbajtur gjallë për 5 vjet. Tani, ajo ishte lirë të vendoste për të ardhmen e saj. Ndërsa qëndronte në pragun e spitalit, duke marrë frymë thellë për ajrin e pastër të mëngjesit, Katerina e kuptoi diçka të rëndësishme. Ajo nuk ishte më viktim. Ajo ishte një e mbijetuar dhe jeta e saj sapo kishte filluar.